një akt të pashembullt, multidimensional në historinë e Shqipërisë dhe të Europës. Dje Edi Rama mori përsipër presion e jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese, presion të hapur, të dënuar me ligj në çdo vend, për të mbrojtur veten e tij dhe Belinden, pas shpinës cilës ka ngrënë vetë dardha dhe kumbulla të prishura. Edi Rama mashtroi në mënyrën më të paskrupullt, mashtroi shqiptarët dhe Europën, sepse sipas tij Komisioni i Venecias nuk pranon apo është kundër pezullimit të ministrave. Krahas Komisionit Venecias, ai rrjeshton Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, e cila siç dihet është gjykata garante e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Le të marrim pak sulmin e paskrupullt, e pashembullt ndaj gjykatës kushtetuese dhe sistemit europian të drejtësisë, Komisionit Venecias, përsa mund kuptohet kur ky mashtrues shqiptar dhe ndërkombëtar i referohet Komisionit për ato të cilat ai kur nuk i ka thënë. Kur nuk i ka thënë. Edi Rama thot se pezullimi i Ballukut, duke referuar Komisionit Venecias, është jo proporcional. Është një mashtrim fund e krye. Komisioni Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë, por Edi Rama harron se proporcionaliteti është një nga parimet bazë dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Sepse është parim i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Antidemokratike. Nuk ka asgjë më demokratike se funksionimi i shtetit ligjor. Nuk ka demokraci pa funksionimin e shtetit ligjor. Dhe ky është një mashtrim që ai u bën shqiptarëve. Një gjykat ka ngritur padi, ka marrë në hetim dhe më pas ka ngritur akuzë padi penale ndaj një ministri për një aferë në të cilën shqiptarët humbën 97 milion euro, por në dokument